pas një lumëtimi të emisionit investigativ në Itali, lejene, SPAK ka kryer një operacion që ka çuar në pranga 6 persona dhe janë shpallur në kërkim 2 të tjerë. Bëhet fjalë për call centerat që dyshohet se mashtronin të huajt, një fenomen ky i prapur jo pak në Shqipëri. Zonja Lala, çfarë po heton konkretisht SPAK-u? Ç'ishin ndalimet dhe çfarë po heton konkretisht? Atëherë, sikur se ju e thatë zoti Rakipi, ishte emision investigativ lejene nga Mediaset në Itali, i cili në muajin janar, pra në fillim të këtij muaji, mbërriti në prokurorinë e posaçme dhe i dorëzoi prokurorëve të posaçëm disa materiale filmike, por edhe të dhëna të tjera, që sipas tyre flisin për një call center në një nga kullat kryesore të Tiranës, call center i cili sipas tyre dhe sipas investigimit që ata kishin kryer, kishte mashtruar dhjetra apo qindra qytetarë, jo vetëm italian, por edhe të vendeve të tjera të Bashkimit Evropian, si spanjoll, gjerman, francez dhe të tjerë. Investigimi kishte nisur mbi bazën e një rrëfimi të bërë nga një operator, i cili fillimisht kishte punuar në call center në Çipro, ku në fakt janë bërë edhe zbulimet e para ose goditjet e para nga autoritetet atje. Për shkak të specializimit që kishte në këtë fushë, ai pretendonte në rrëfimin e tij të bërë për emisionin investigativ se ishte një punonjës i policisë në Itali, i cili po rekrutonte shtetas italian që do të punonin në call center dhe jep të dhëna konkrete emisionit në lidhje me të gjithë aktivitetin e call centerit. Për shkak të masave shumë të larta të sigurisë, sepse bëj fjalë për një nga kullat kryesore në kryeqytet dhe në të njëjtin ambient ndodhet dhe ambasada e Izraelit, e cila dihet që ka një siguri tepër të lartë, ishte e pamundur jo vetëm për gazetarët, por ndoshta edhe për autoritetet që të arrinin të futeshin në ambientet e call centerit. Gazetarët arritën të infiltronin një person i cili punoi për disa ditë në ambientet e call centerit dhe arriti që përmes ditëve që shkoi të siguronte jo vetëm kartën që hynte në ambientet e call centerit në kullën që ndodhet përpara kishës ose thënë ndryshe ngjitur me gjykatën e lartë, por nga ana tjetër të filmonte edhe disa nga punonjësit kryesor dhe disa nga departamentet kryesore që funksiononin në një nga katet e kësaj kulle. Në momentin që prokuroria e posaçme arriti të siguronte materialin nga ana e gazetarëve, por po ashtu edhe të i drejtohej gjykatës me një kërkesë për fillimisht urdhër kontrolli, sepse nuk ishte ende persona të arrestuar apo të dyshuar, përsa kur nuk ishin identifikuar nga ana e tyre. Gjykata e posaçme mbi bazën e kësaj kërkese firmosi urdhër kontrolle për 28 ambiente, por edhe ambiente të tjera të cilat dolën më pas për shkak të ecurisë së aksionit. Dhe në datë, pra urdhri doli në datën 15 janar dhe në datën 16 janar, agentët e Byros Kombëtare të Hetimit fillimisht pa njoftuar policinë e shtetit për shkak të dyshimeve se mund të kishte zyrtarë të policisë të cilët jepin garanci për call centrat sikurse rëndon do, ndërhyn në momentet e para dhe ka qenë mjaft interesant aksioni. Këto janë detaje të siguruara nga burimet. Fillimisht agentët e Byros Kombëtare të Hetimit shkojnë dhe marrin njërin nga punonjësit e call centerit me qëllim që të siguronin kartën e ashensorit dhe të hyrjes, sepse ishte e pamundur të hyje në ambientet e call centerit për shkak të masave të larta të sigurisë. Momentin që ai shkon me ta arrin të hyjnë në ambiente, por ajo çfarë ndodh, në fakt ishte një befasi për hetuesit, sepse në ambientet ku pretendoi që mund të ishin zyrat e call centerit, gjithçka ishte e boshatisur. Dhe në momentet e para, agentët e Byros Kombëtare të Hetimit e konsideruan ndërhyrjen e tyre jo vetëm si një dështim fillimisht, por edhe mbetën të hapitur, sepse gjatë gjithë kohës ata kishin vëzhguar me agentët e tyre, por më pas ata përmes teknikave të specializuara të Hetimit arritën që përmes kamerave të sigurisë të merrin targat të disa automjeteve që rezultonin që në orët e vona të datës 15 janar dhe në orët e para të datës 16 janar, disa automjete kishin bërë zhvendosjen e kompjuterave, të pajisjeve të tjera, por edhe të serverave, nga kulla ku ndodheshin pra afër gjykatës së lartë, në një kull tjetër tek rruga e Elbasanit. Dhe në këto momente, targat që ishin bërë transportin e të gjitha mjeteve, u vunë në gjurmim nga policia dhe u shpallën në kërkim dhe njëra prej tyre arriti të ndalohej nga policia e qarkullimit rrugor dhe të shoqërohej drejtuesi i këtij automjeti për në ambientet e policisë së Tiranës. Gjatë marrjes në pyetje, ai u zbërthye për hetuesit dhe tregoi që kishin bërë zhvendosjen e të gjithë call centerit nga kulla në qendër të Tiranës, pra tek gjykata e lartë, tek kulla tjetër në katin e 5 të kullës,
tek rruga e Elbasanit. Në momentin që me iniciativë, sepse nuk kishte më mundësi për të marrë një vendim gjykate Byroja Kombëtare e Hetimit, agjentët njoftuan policinë dhe zbarkuan në kullën tek rruga Elbasanit, në katin e 5 së cilës arritën të zbulonin të gjithë materialet që nga serverat, dokumentat, por edhe materialet të tjera apo portofolet në kriptomoneda që mendohet të ishin pra nga 10 deri në 12 milion në muaj dhe bëj fjalë për qindra e mira qytetarë evropian që ishin mashtruar. Në këto momente, pasi bëhet sekuestrimi dhe më pas u deshën gati 48 orë për të bërë të gjithë këqyrjen me proces verbal, policia arrestoi, fillimisht ishin 6 persona, 2 të tjerë u arrestuan me iniciativë dhe ditën e sotme përpara gjykatës së posaçme kanë dalë 8 persona për masë sigurie, 6 prej të cilëve janë lënë në masën e sigurisë arrest në burg, ndërkohë 2 të tjerët janë lënë në masën e sigurisë arrest në burg me afat 20 ditor, derisa gjykata të bindet pra në vërtetësinë e provave, por edhe prokuroria të arrit siguroj prova për rolin e tyre në call center. Nga ana tjetër, 3 organizatorët kryesor të call centerit, të cilët janë 3 vëllezër me mbiemër Preka, Agim, Arjan dhe Alfred Preka, ky i fundit zotron edhe një kompani call center të regjistruar në vitin 2021 në qendrën kombëtare të biznesit, janë shpallur në kërkim nga ana autoriteteve. Policia, sikur se thash, gjatë kontrolleve ka sekuestruar edhe prova të tjera materiale. Ka dhe një detaj interesant që në momentin që policia ka ndërhyrë në kullën tek rruga Elbasanit, disa nga punonjësit e call centerit kanë tentuar të zhdukin disa materiale dhe të hidhin një kosh plerash me qëllim për të zhdukur të gjitha gjurmët. Pra, kjo është e gjithë dinamika, por unë do të them vetëm 2 detaje për te aksionit. Për fat të keq, call centrat mashtrues janë kthyer në një shqetësim shumë serioz. Personalisht kam patur në duar dosje të tjera hetimore të cilat kanë treguar këtë gjë dhe që normalisht është një çështje që duhet hetuar sepse është të kthyer Shqipëria në një hambar të madh të call centrave dhe së dyti miliona që përfitohen nga aktiviteti kriminal i mashtrimit të qytetarëve kryesisht evropian janë duke u pastruar parat edhe në Shqipëri. Edhe mendoj që ky do të jetë fokusi i autoriteteve shqiptare, jo të presin vetëm kur një mision investigativ apo kur autoritetet e huaja t'ju sjellin të dhëna në lidhur me call centerat mashtrues. Sa i përket mekanizmit, ftoheshin qytetarët evropian dhe bindeshin fillimisht të investonin 250 euro, më pas përmes teknikave të mashtrimit, mashtrimet në raste të ndryshme mund të shkonin, pra ka patur raste që një qytetari evropian, italian, francez e tjerë mund t'ju kenë marrë deri në 1 apo 1.5 milion euro me idenë që ata kishin investuar në kriptomoneda, ku në fakt portofoli tyre digital në momentin që nga call centeri arrihej qëllimi tyre, zhduke me njëherë dhe personi mashtruar nuk arrinte dot të tërhiqte shumën që mendonte se kishte në portofolin digital. Sa ishte shifra, sa për llogaritet të jetë shifra që kanë zhvatur këta në këtë rast, se ju e thatë që rastet janë të shumta, ky është një rast i kapur nga një media italiane, siç bëjmë rëndom, siç thash, po këtu dim gjëra konkrete, çfarë shifrash bëhet fjalë dhe nuk mund të flas për gjithë aktivitetin e këtij call centeri, për sa kohë që do duhet autoritetet të kuptojnë momentin e fillimit, por edhe të ndërprerjes së aktivitetit kriminal të mashtrimit qytetarëve, por ajo çfarë mund të them sipas bisedave që kam patur me hetues, por edhe me prokurorë të cilët janë marrë me çështje të tilla, përgjithsisht call center të një përmase të tillë, sikurse ishte rasti konkret, dyshohet dhe mendohet që mund të shkonin nga 10 deri në 12 milion euro portofole digjitale vetëm në një muaj. Pra vetëm në një muaj ishte kjo shumë, 10 deri në 12 milion euro. Sigurisht mund të ketë muaj të tjerë që mund të jetë më e lartë, maksimumi që ka shkuar në një muaj ka qenë deri në 30 milion euro. Por ky është maksimumi që është identifikuar nga ana e hetuesve. Por specifikisht për të ndalur në rastin konkret do duhet parë i gjithë aktiviteti, koha kur është bërë denoncimi, por janë çështje në proces sipër nga ana e prokurorëve dhe që nuk duhet të nxitohen për të arritur në konkluzione, për sa kohë që vetë hetuesit kanë vetëm pak ditë që e kanë në duar këtë dosje. Qartë.